bia u rrim u puth. Bia nuk e ka problem atë çështje, do të mi kuptu, domethënë ajo s'është diçka për to që është të bo kundër rregullave të saj. Këstrim dramat nuk më ndalen. Kemi parë dje, sidomos gjatë ditës, zhvillimet të papritura, puthje gjithandaj. Për cilat po mendoj. Po flasim për puthjet që shpërthyen me të madhe brenda shtëpisë. Po shpërthyen se janë nominuar. Domethënë, ky lab i ri me bien është e kuptueshme që duhen me bëu diçka për mi shpëtu daljes nga shtëpia, edhe atë skenë shoh kryesisht në kuadër të kësaj, domethënë, nominimit që e kanë. Po edhe puthjet nuk janë bëmë diçka shumë senzacionale në këtë format, se po ndodhin krejt kohën, edhe nuk është diçka shumë e madhe puthja. Është thyrë një farë forme formati puthjeve? Po jo, po s'është diçka shumë e madhe, nuk besoj mo që të publiku ndikon ajo atë shumë. Jo ndoshta puthja si veprim, për me i shpëtu prej nominimit të së daljes. Njerëz që po i bëjnë këto puthje, sepse labi i ri... Po te bia, normal, bia u rrim u puth. Nuk... Bia u rrim u puth. Bia nuk e ka problem atë çështje, do të mi kuptu, domethënë ajo s'është diçka për to që është të bo kundër rregullave të saj, edhe shoqërore, edhe të formatit, edhe ajo ka normal. E tash këta, kur janë nominim, zakonisht po i afrohen, se është mënyra ma e lehtë me kriju diçka mu përfol, diçka në për media, në për kështu. Pra, thua që këta të cilët janë në nominim, po i afrohen bias me qëllim të qartë që të puten, sepse din që bia se ka problem. Sigurisht. Do më thonë, me bien e kanë shumë vështirë me hynë në dialog se ka pak problem gjuhën, edhe din që bia është natyre tillë që nuk refuzon një puthje. Po, unë nuk mendoj kjo tashmo është dal mode kjo forme mbjetesës brenda shtëpisë, se nuk mendoj mo që diku i vjen interesant pse dy banor puthen. Që ka ardhur përpara, po kanë qenë ndoshta lojtarë tillë që kanë paraqitur senzacion me një veprim tillë, po nuk mendoj që labi mundet ndoshta son të shpëtan, po nuk mendoj që është diçka që mban gjatë në lojë puthja me bien. Pra, thua, Këstrin, që ajo që ka u po mbrëm betët me aq, nuk është që mund të vazhdoj diçka mes labit, labinotit të ri edhe bias? Ose a mund të jetë edhe shfrytëzime që po e bën bia, shfrytëzimi i labit? Jo, shfrytëzim labi e bën këtë rast. Bia nuk e bën shfrytëzim. Thua që bia nuk e bën, a mund të ketë edhe nuancat të xhelozisë në lidhje me se çka po ndodh mes Dolçës dhe Limit, duke pas parasysh që bia ka pas një histori me Limin. Jo, nuk ma merr mendja, se bia shumë qartë ka bë me dije që e ka shok, e një moti, nuk ka ndaj preferencë me to